Miq, rikthehemi në pa emër, jam me mikun tim Romeo Kara, patëm një shkëputje për shkak të dritave, shpresoj mos ke qenë sabotim. Po pati goditje, si thua, tensioni të aparaturave dhe ndërpre live. Ishim duke folë për realitetin politik ose ndikimi i që mund të ketë SBA në raport me gjeopolitikën Shqipëri, jo vetëm në vendin tonë, po dhe në Ballkan, sikurse është Kosova dhe Serbia. Me mikun tim Romeo Kara po diskutonin për ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara në Venezuelë, lufta e tyre me narkotrafikun për të rikthyer, se nuk e di nëse po na ndjekin po të njëjtët persona që po rihym live, më kupton, dhe po bëj një hyrje të shkurtër, luftën e tyre me narkotrafikun, ose të paktën goditjet më të fundit që ishte presidenti venezuelan, po edhe përballja e hapur me Trump, që ka lëshuar një, si thuash, kërcënim të drejt për drejt ndaj narkotrafikut që ka të bëjë me shtetin, apo me Kolumbinë, apo dhe me Kubën, mos gaboj, Kubën apo Kilin? Me Kolumbinë, Meksikën, Kubën, Panaman, se janë fotur dhe një investigimi përveç kanë gjetur që shtetar mbi gjitha kanë gjetur llogari bankare në kompani Shell që janë në emër të qeverisë Venezuelës në Panama, në British Virgin Islands dhe Qipra. Dhe janë bler prona në Miami, Madrid dhe në pikë tjetër, prona luksoze, real estate. Dhe janë gjetur për night clube të mëdha që funksionojnë për to, janë gjetur regjistrime tjera offshore në emër që mendohet që janë personat veçantë që janë në krye, po për cilët ata e kanë plan të zbarin sa më shpejt. Sidomos në Panama ka pasur përqendrime të offshore, po çuditërisht dhe në Qipër. Njihet një lloj influence e parave të zeza ruse, po dhe nga Ballkani që janë Qipër, po dhe nga linja mesme. Besohet se me këto para janë ndihmuar me anë të në presidentit tyre me lidhje të forta me Hamasin, Hezbollahun dhe Iranin, janë ndihmuar edhe i shfryrë atij destabilitetit të zonës atje për të pajisur me armë dhe me mjete tjera ndihmëse, pra me financa tjera. Kështu që prandaj tash është gjeopolitik po dhe ekonomik. Pra nuk do të dalin më 10 miliarda dollar në vit, nuk do të dalin më kollaj nga Amerika për në këmbim të kokainës. Ata kanë dhe probleme tjera me fentanilin e tjera, po paktën fentanili është nga problemet thelbësore, kryesore që ka Amerika. Tani, ata janë është një qeveri që po tregohet e përgjegjshme, kujdeset për shëndetin e popullsisë saj, të rinisë. Kanë bërë me sa diun tani me çfarë kam lexuar kanë dhënë falas, japin falas. Kështu si thua tester për këta përdoruesit e narkotikëve që ti testojnë në vend nëse ajo droga që ata marrin, se ata nuk e luftojnë dot ata që pinë, ata luftojnë ata që shesin. Të luftojnë burim, pra. Burimin. Dhe kanë për këta të paktën konsumatorët kanë nxjerrë testues që testojnë më njëherë nëse kokaina, po nuk e di një produkt tjetër, ka bazë fentanili brenda që është dekipruar, sepse shifrat janë te mase shqetësuese. Mos gaboj, kishin shkuar diku tek 200 ca mijë të vdekur për punë 2-3 vjeçari nga fentanili dhe skandaloze. Kemi kursyer në këtë vit, është ulur vdekshmëria nga këto substanca në disa qindra mijë vet.
mendohet ka afër 300 mishit që skandaloz raporti. Kështu që unë mendoj që të bëj një pyetje konkrete. Se të pjesa parë na ndërprerën çik kështu si me thik zritat, po jo, po the të pjesa parë e sqarove hollësishëm, edhe unë do e rihedh të dyja pjesët normalisht, dhe besoj në këtë kontekst dhe do i ndaj. Por desha të pyesja tani, ose të paktën për atë që jam interesuar unë, ose ndoshta edhe publiku shqiptar, është kush ngjashmëria e Shqipërisë me Venezuelën? Ka ndonjë pikë që bashkohen? Ku është rreziku në sensin se këtu është ka qarkulluar retorika në Shqipëri? Ku është raporti i Maduros me SBA dhe ku është raporti i Ramos fjala vjen, ose ku do të jetë në balkon me SBA? Nuk është raporti i njëjtë, pavarësisht se disa se të shqiptarëve se diskutojnë që kanë thonë të dy kanë marrë pushtetin 2013. Po. Të dy janë 63 vjeç, të dy janë gjatë, Gallataxhi, këto. Po, gjatë. Bile kanë dalë pamje që ka qenë duke kërcyer. Po e gjezdisin me furgon të hapur New York, të lidhur këmbë të duar dhe atje të vërtet? Po besoj se po. Në sensin që tjetë Maduro, se në sensin edhe kjo kështu nuk kanë frikë ato për një sensin për sigurinë. Zotëria i tha frikacak, hajde të pres Miraflores. Ja, mos kanë frikë për sigurinë e tij. Aty vajti dhe ai. A ka protokolle, përse se mbaj mend kur e patër në zbrit nga aeroporti, nga avioni, mund të ishte shoqëruar me dikute me 30-40 policë. Andri, rreth e përqar. Ka qenë një aksion që i ka bërë njerëzit mendohen mirë. Aq i shpejt, mendohet që janë vrarë rreth 37-8 roje kubaneze, sigurisë besuar. Ta që duan të bëjnë shaka, ta provojnë. Ata po i sfidojnë tani. Jeni ju që na ftuat në këtë valle, na sfiduat për kaq kohë, na dëgjuat. Po pse, çfarë do të bëja unë? Si prindi 3 fëmijëve, nëse dikush më narkotizon fëmin tim. Dhe ta helmon, pa rëndësi ka se... Po. Unë kam parë baballarë që kanë ardhur në qarë, bile në 99 kam pirë kafe me një mikun tim që kisha qenë në shkollë, punonte në policinë atë kohë, dhe sapatar nga jashtë, thonë për i kafe ke 15 kaçë. Më është bashkuar një ministër i kohës i Partisë Socialiste. E kam prap mik. Nuk është rreth 80 vjeç tani. Dhe qante me pikë lotit se një nga fëmijët e tij ishte bërë i varur nga droga. Po të ndodhte mua, po duar dhe këmbë do e prisja atij që ashiste. Atij që suportonte. Tani çfarë ngjashmëri është? Ti je i sigurt tani që nuk shetot njëri këtu në Shqipëri drogë, se kemi shumë përdorues dhe ne. Pa paguar hisën. As nuk trafikon dot, pa paguar hisën ke policia. Të ta siguron Romeo Kara nga mjesin dark. Ska e di mirë, nuk është. As këto call centera që përmendë çfarë nuk bëhen pa më ato nga policia. Daljen e parave nga vendi që kanë bërë edhe të shumë gjërave të tjera. Po të marrë rast për shumë. As nga prokuroria, as nga Një kryetar bashkie në Kinë është kapur me 13.5 ton flori. Po, e di, kishte bërë në ngropa i grop. Dhe me 20 ca ton para letër. Po, e di. Këtu i nxjerrin, dhe si trima që janë i nxjerrin dhe nëpërmjet aeroportit. Këtu do jemi. Ku do përfundojnë ata që përgjigjen për sigurinë e aeroportit? Sa këto do përfundojnë? Aeroporti ka përdosin kaq. Dhe ata u sallar. Vazhdojnë këta. Vazhdojnë këta me dhunë, me dhe me, do ta bëjnë pazarin, vazhdojnë. Edhe më keq këtyre që merren me të punë, e din që do ta hanë ditë, por nuk ndalojnë. Dhe ka thonë mirë i moshmi, ai që mësoi tha nuk ri pushu. Dhe prandaj thuhet e keqja vjen nga vetja. Nga vetja do të vijë keqja. Po nëse blejnë këta usallarët këtu, kur ti kapin ata atje, ti do dalë lidhja, s'është problem. Po si mund të rinë tani me gojën plot se le të thonë jam racist, si ta marrin si duan. 2 katunarë nga Elbasani me nga 3 deri 6 miliard dollar
i llogaritet që o janë kapur ose që kanë bërë tregti, domethënë, çakullim. Po si arritëm kësaj ditën? Edhe pastaj na marrin dhe tendera këtu, pastrojnë dhe parat. Pra ata i kanë hyrë dhe kësaj, pastrimi i parave. Pra nga narkotrafikantë u bën biznesmen. A kemi ne një shtet të kapur nga krimi, me gojën plot, po. Ata mbështeteshin te kubanezët, te kolumbianët, te farkur këta i kam thonë unë, jo po kemi bandën e Shijakut, Durrësit e këtyre. Dakor, do i shohim. Kush do të hiqi më përpara? Po këta vetë janë trembur. Kur ka ndodhur ajo ngjarje, në darkë policia s'ka lënë makinë pa kontrolluar. Çka kanë ata? Mizën kësul. Mizën në kësul. More kanë, janë. Janë. Për mua, për mbyllje e sistemit vlerave, tregon që ka vajtur në fund. A jemi ne, 20 milion veta në Kolumbi, nuk e gjetën dignitetin, ta rrëzojnë atë. E këtu këne është turpi janë. është turpi se ne nuk kemi dignitetin si popull. Të çohemi, të heqim këtë dhe të vëmë njerëzit që duhet. Tani ti merr pushtetin në kurrizë të një pjesë tjetër të popullsisë. Favorizon veten në një pjesë, në kurrizë të një pjesë tjetër. Ka më përçarje të madhe që bëhet Shqipërisë? Po jemi ne një vend kaq i vogël, një popullsi kaq i vogël që ka ngelur këtu. Pra 2,5 milionë shqiptar po thuaj ke jashtë, sa kemi ngelur këtu. S'pas ka resurse ky vend ta mbajnë të gjithëve edhe me lloj digniteti. Mor digniteti minimal paktën. Po na bëjnë dhe kashillik, ja mund këtu dhe bëj çfarë dua unë. Edhe kemi në krye politikan nga soi më i ndyrt i racës njerëzore. Kur kanë hall në 2 të natës të vinë, duhet lidhësh mirë pa onsa ty nga mbrapa. Dhe kur nuk ka thjesht si ke bërë asgjë, s'ta hapi telefonin ti biesh me çekish kokës. Pra ftyrë më të keqe se e politikanë shqiptar dhe e mbollën këta. Këta në fund e kanë mbjellë më shumë se tjerët. Ta kanë te kalu Berishën. Se ishte lajmi për Berishën, më the. Po, për SPAK. Ora, Berishën nuk e meriton kur të e pushtet, po këta kanë te kalu Berishën. Të ke qenë Meta se 700.000 euro, që to thanë në një moment. Jo, unë jam vetë që kam pëllëzuar, po nxirreni, po nxirreni, kësot, se ta kanë te kalu Berishën. Të pinë këta verë 3.000 euro. Vërejtë me pivë xhale, aty vdekshin kësot. Duke pijat verën. Ka që urrejtje kam. Pa ftyrë këta. Unë të pak në t'i di që nuk i kam informacionet shumë. As shes mund, as bëj konspiracione, as i shpërdoroj. As një problematik për skajtë të cënë nuk kalonë përmjet policisë. Si e ka të ndizë vëndin kështu këta? Si nuk kalon në përmjet policisë? Nga partnerët tanë evropian. Nuk kalon. Policia është e pa certifikuar tjetë sigur. Ti thuaj çdo informacion që kalon SPAK-u direkt. Ndërkombëtarët shkojnë direkt në SPAK, nuk kalon nëpërmjet policisë, s'kan certifikat sigurie. Dhe ato mesazhet atyre shërbejnë si indicie për gjetur prova. Këto mesazhe që i kapin, që thot Rama, ku e keni dëgjuar ton kokun, që kam prova. Pse ku e keni dëgjuar? Ku ta tregon këto ti? Po hajde ta bisedojmë. Pse nuk vjem, unë 1000 herë e thrasim, hajde ta bisedojmë këtu. Se edhe unë dukem si trim nga këtu, kur s'kam njëri përballë, po duam të provojmë. E ti them unë atje, jo me ato gazetar trellu nga koha ke këmbët. Po aty, po për këta tjerë pse është? Po shqiptarët janë dënuar për një mesazh janë dënuar 95-6 në Gjermani. Nëse të bëjmë pip ta them çaj tha. Me pip se bëjmë dot. E pra, thuaj. Po. I thanë gjermanë, ku ke dëgjuar ti, tha, gjysëm pëje, tha, më silli gjysë pëje, gjysë pule kemi një gjudha, po e gjysëm pëje, tha. Me atë mesazh,
e dënuar për 200 kg kokaina apo heroin nuk ka rëndësi. Pa to e një indicje. Po ju se keni merituar s'na vjetën, se keni që budallej, keni folur kaq hapur. Po juve dhe pse i keni që u fshije mesazhet i pjesë madhe këtyre. Ju, ai që ishte alati juaj për t'ju pasur të barabartë në kërcënim paktën, i ka bërë screenshot, edhe ka ruajtur dhe ja kapi spaku. Se këta kanë me hile dhe një tjetër. Dhe unë nuk di se me t'i styre ka misit vërteta. Ka shoqërit vërteta. A ka rol për shembull ai që ka folë Benametaj, po më ka folë dhe diku tjetër ai, jo vetëm televizion. Nuk është se kanë marrë, kanë nisur to, jo Akshi, jo Balluku, jo këto kanë nisur kështu, kanë folë diku tjetër. Kështu që këtyre tani nuk i pikon më çatia këtu, i pikon atje. I pjesët madhe të tyre, i pikon atje, se realisht i pikon atje. I kam thënë një investitori, kur më ka pyet, kujdes djali thash me portin dhe me kurullën të Durrësit. Tek ai porti thellë u bashkuan 3 general, me 3 ushtri e kanë darë, u bashkuan për disa vitesh amerikanët. Nuk mund ta tallni, thash. Bile mos i hyj fare biznesit aty. Këta, ne gjetëm, ne jemi më zot, po pse më kanë bjetuar këto. Tregon që qeveria ka ardhur në rënje moralisht. Pra pas ka rënë diçka pa vjedhur Saliu dhe Nano dhe erdhën këta më zgjuajt i morën tëra këta, ndan Shqipërinë. Do bëjnë dhe ofertën e maleve. Jo po ndaj dhe qellin ti, ndaj dhe ca toka nga Rusia e largët, ziu me Kinën se Kina i tenton ti, e ka një sy atje, thot ti rikthehemi këtyre trojë që kemi pas ne atje. Ndaj çdo gjë këta domethënë. Kështu që është dredhur deri në fund filli tyre. Do kthehet ka tjetër. Janë ciklet jetës. Por ne për mungesë besimi dhe formimi dur, ndënjëm si populli Mojsiut 40 vjet pas lumit Jordan, ne kemi 40 vjet ke litari që tundin edhe Natallin Berisha me Rama, mirë na e bëjnë, se e meritojmë. Se jemi ne që i mbajmë kurisë. Por po mbyllet ky me pak ndihmë nga jashtë, edhe komunizmin ajo ndihmë ka qenë. Ne bëmë atë detyrën tonë aq sa mundë, po pa atë ndihmë nga jashtë, ta harronte njëri që ndronte njëri ta arzonte komunizmin këtu. Ëndra më e fuqishme ka qenë kush taratise dhe t'i bënte naftën atij sistemi jo dinjitos. Kaq. Më trimi atë punë bënte. Të tjerat janë pallavra pastaj. E morën vesh me vdekjen e Ceaușescut që kishte edhe shpresë. Nuk erdhi heroi na nxoj, absolutisht jo. Ju e keni parë vetë, ka ardhur bile mas nesh në të valle dhe një nga ne ka qenë. As ky me refleksionet e tij, rapazhdrapat e tij. Tu ka rënë etika dhe estetika, po ka rënë dhe ligj, ka rënë dhe morali, ka rënë dhe digniteti. A ka gjë më të shpifu kur e mendon figurën e një politikani, pushtetari, ministri, ose edhe gangsteri, si ka rënë digniteti dhe gangsterit. Se edhe gangster, edhe në aleancë e policinë, dhe spion, dhe jaran, edhe trim nuk ka tani. Se tha jam i pushkës, i penës, por ne kemi pasën në asaj gjë tjetër, kurse këta e kanë ndryshe atë. Kështu që unë mendoj do ketë ndryshime. Anri ka shumë gjëra që duket sikur s'ka. Në planet parë, Maduro kishte edhe një demokraci, po i merrte zgjedhjet dhe me dhunë. Edhe këtu përdorti gjithë aparatin shtetëror për të marrë zgjedhje, po kush e beson? Përse i merr si qend të organizuar kope i merr nga mbrapa gjithë detorët ti, edhe ku shkon, merr premtimin, edhe mbarojnë zgjedhjet, fillon pulsimi, bum. Jam kotën për shembull nga çatem ty, po marr nga krajina ime Kolonja. Shkojun atje, e pikërisht aty në atë zonë, kër i ka marrë votat, e kur t'i shofësh në një ndërmarrje caktuar e zonë kolonjarë, të e mora si shembull.
s'po marrë tjerë. Pse, po, ishte zona Filanit. Edhe eqin po socialistët tyre. Do thonë, kaq ishet i risku jotë, tani radha ime. Po këta kur e fusin një tjetër, mendoj ati që i kanë përballë se kanë gjefare, edhe atyre që janë fare pa parti. Po në çajemi, që s'do të shkojmë as me njëra parti as me tjetër. 30 ca vite diskriminim, të dhjefsha persekutimi që ka bërë Partia Punës. Ne jemi një shtres më i persekutuar se ata. Do kërkojmë dhe ne dikur rimbursimin, po nga duke shit shtëpia ta, hajdutët. Mendoj që po punohet në detim të pasurimit parave dhe të pasurive tyre, se di sa do realizohet nesër, po diçka do bëhet. Se këta po i marrin, po t'i tërsojnë pasurit, po qënë jashtë. I kanë offshore që nga Singapori, Seychelles, Mauritius, Qipro po e po, Liechtenstein, Luxemburg, Gibraltar, British Virgin Island, Cayman, në dolën dhe Panama. Po BVI në British Virgin Island ke edhe Maduro njëkohësisht. Të pyes, mendon se për shembull ka ndikim aq fort qeveria shqiptare për trullosur, si thuash, realitetin, ose më saktë ndoshta edhe këtë përplasjen që lindi për shkak të narkotrafikut në Venezuela, po vendet e Amerikës Latine. Mendon se mafia shqiptare, këta thënë mafia, po mos besoj se Shqipëria ka mafia, ka grupe kriminale, po patjetër, që mund të jenë në një numër të caktuar. Sepse që e dini me bërë mafia me çfarë të? Nuk besoj se Shqipëria mafia nga i pari shteti deri ke fundit, mafia e ke. Po si e di mafia ti? E di që regjistrohet atje ke gjykata? Jo, ka shumë. Mafia janë e parë janë organizat në çdo qytet. Po çfarë lidhje ka tani? Ajo aktiviteti është mafioz, nga i pari ke fundit. Aktiviteti po është kriminal. Në partneritet fort me mafian. S'më kuptove. Po mafia me janë. Po janë mësibet që janë mafia, janë qelbësira. Mafia. Po mi më mirë, po dhe janë kriminela, po them. Ore mafia, po lep që shesin mend ta kriminalë se s'ka rada jakt. Ata kotën vetë ishin gjithë për jakt, ai parë. Po mafiozën ta. Po janë këta me bekim të këtyre lart. Si jep Japon. Çama mafiozë janë më. Po mafia ka pushtetin nga Roma poshtë. Si mendon ti? Mund të jesh dhe Jaram dhe mafiozën e mëson. Po, dhe Peder dhe mafiozë me që ma the kështu. Tani këtu ka bo vaki që janë dy e bashkë, me që do shqip. Mafia janë. Se ti di historinë ati që i ra me dru kokës ta, dhe kështu tita dhe trim ta. Tani këta janë bërë gjithë kështu tani. Mafia janë. Mafia. Ja, konceptin e mafia se kisha unë fjallën që janë në çdo qytet, kanë familje, kanë lidhje. Edhe me familje. Por atë që kanë bërë ta që janë bërë dhe më të frikshëm është kanë përcyer kufirin e familjeve. Vitin 2018-19 u tregua që janë njerë 13, njerë 14, njerë 16 grupe, edhe rajonin e kanë përcyer. Pra, bashkëpunon ai nga veriu më të jugut. Po mafia janë. Ç'a janë? Nëse një pyetje tjetër se në them. Po mos e zbukuroni. Gjitha të zezat i ka bërë, dhe janë më të qi, se këta ata ai mafiozi çka ka bërë, ka zëvendësuar shtetin dikur, unë e di si ka lindur me trafik limonash ka lindur fillimisht. Po s'ka pasur Sicilia kur shtet, ka pasur 1001 pushtime. Aty gjen edhe fytyrën e arabit, edhe të normanit, edhe të Italisë veriut, edhe të Gjermanit që ka pushtuar të vendet gjithë. Dhe ata kanë bjetuar, janë të rregjur malësi dhe kanë bjetuar vetë. Edhe kur vajtën në emigracion në Itali, nuk gjenin drejtat e shtetit amerikanë së kohë, edhe martohej me lekët që jepte mafiozi dhe ky i shërbente, ja ditë për nder donit, shkonte në shkollë, fillonte punë, ku ta di unë, mafia më dhe. Edhe këtu ke pasur njerëz, ka bërë 30-40 vrasje, me gjopat që vinde i bënde me shpia u shartë e vetë, edhe polis bile, e lenin punë në policie dhe ishin gati të rrezikonin jetën se aja siguron të çfarë donin. Fiks mafia është. Thelbi është i tillë, mafioz. Po i duam ne patjetër flasin italisht gjithë. E ti rreshtojmë siç rreshtojnë ata. Puthin dorën siç puthin ata. Jo, mos jemi me karakteristika shqiptare. Po mafia. Një, okay.
Unë thash... Me gojën plot, mafja. Në thelb, po s'ka problem, nuk ishte ai thelbi. Thelbi ishte, ai kemi aq të fuqishëm këta, se nuk e di, ato miliarde janë qetësuese. E dyta, këta zotërojnë këtu totalisht një shtet. Në asnjë vend, në Itali zotërojnë gjysmë shteti. Tu totalisht një shtet. Po të jap një shembull, se është ky që i bën këto numra. Në 4 nëntor 2022 kanë ardhur non grata pikërisht ta që janë marrë me malle me kështu, ky i hoqet nga parlamenti mori fëmijët e tyre. Bën kashilliku se di vetëm të fortë. Po s'ka vetëm ai qifi ka qenë. Po dani kush doj, as më intereson se kush është ai. Jo qifi ka qenë non grata, them që nuk më intereson fare. Ronaldo çeka. Ora edhe je po them, ky është kashilliku, ky bën kashilliqe më të vllai bën ky. Ai djali s'ka lidhje fare, po patjetër është nga familje. Një sekond. Tjetër prit një sekond. Tani edhe je po them se kur të flas nga një po prit se po pozicion. Ky bën kashilliqe, po pse çfarë bëjmë me Tom Doshin? Po. Ta nxorën nga dera amerikanët ti fut nga penxhereja. Po. Ashtu? Po. Është ky pra, pse i bën këto? Patjetër. Po çfarë i bën këto? Domethënë i thot qytetarëve të devotshëm me elokuencën time, demagogjin time, pallavraqin time, unë ju bëj të mbanin kuriz edhe këtë që ti s'de pranoj ta bëj krushqi. Ta bëj kurizin, ta bëj deputet. Pasas lagje, jo krushqi, po. Mi çonti tek Komisioni i Sigurisë. Po shtetin e kujt e ka ai? A kam drejtën të ky shtet? Po. Thot ne dhe ata, kanë ndar popullin ne dhe ata. Kush je ti që diskriminon njerëzit ti? Kush e ti në ata? Në qoftë se unë duhet të shkoj në krye të shtetit, bëhem kryeministër president, sa e gjen ti mundësi, ose ti, sa e gjen ti mundësin ligjore, kjo e drejt ligjore, e drejt nga Zoti, a të shkon mendja ty me këto kushte, me këto ligje që janë, me këtë kod zgjedhor, me këtë sistem, me këto gangster, me këto pisanjos që mban ky, edhe i vesh të kollarin çon në parlament ky? A të shkon mendje? Si i thon këti o komandant, o Skënderbe, a shkon mendje? Këta kanë hyrë në delirancë, vëlla. Po delirancë tyre po e paguajmë ne. Po. Ashtu. Lloj idioti, ta çosh në parlament, ti flet me rrokje. Pa shkollë. Po. Po si më çonte mua pa shkollë, me shkollë të mesme. Nuk dihet se a ka bërë shkollën dikush ose ka bërë shkollën dikush. Apo marrni diplomë ne nga Tetova skiç, as përballë se kanë marrë. E kanë marrë si ka dalë mirë dhe kopjet. Ari, tush, bushu kupa. Jo mafje, po këta janë llumi i mafjes. Se ka dhe mafje një elit, këta janë llumi i mafjes. Edhe nga momenti që këta janë bërë gangstera, se ka qenë dikur burnime përballë me shtetin, them tani është turp me qenë gangster. Tu janë rrugaç, nuk janë gangster ta. Një gangster që i rin kryetarët e institucioneve i përulën, ati s'ka më, ka marrë fund. Nuk ka më, s'ke respekt. Kur gangsteri ka pushtu shtetin, nuk ke më respekt për gangsterlikun. Këta dhjenë dhe gangsterlikun, mirë shtetin. Nuk ja blen me qenës gangster, sot. Se ka një konotaciona që ka i lloj burnie, është rebel me të gjithë atje. Por dhe spion, dhe intrigant, dhe gangster, pa kjo nuk shkara. Ori këtu. Po ti e pa shkollë, ti mund të jesh burr i mirë, ti ke vrarë 200 veta, po si e për detuar vendin timër, edhe i familjen time, jetën time. Ndajnë ta bizneset. Po ku ti tregosh geopolitikën? Këtyre pisanjosve që i thon vetes killer? Që guxojnë të dalin për intervista të tashën dhe zërin? Pa edhe të armatoset i gjithë populli, për balë tyre, jo kështu diskriminim. Gangsterit ja lë depon atje, i jep edhe drejtën me kamera, i çon dhe policë për ta ruajtur, armatosin gjithë popullin gjithë atje. Këtu në këtë jemi ne. O të armatosen gjithë, o të armatosen gjithë. Ja, kjo është puna. Ai më tepër kur ti problemet e tua që je një drejtues në shtet, nuk i zgjidh me shtet, po i zgjidh me gangster. Këta i kanë delegu vetë, pra problemet i zgjidhen me gangster, biznesi me gangster, zgjedhjet me gangster, në qatë moment ta kanë deleguar sovranitet. Dhe e morën gjithë, s'kan ngel më. Pse do t'i bi vërdallur? Mafja. Mafja për ne që
është më etike se ato atje. Ne kemi më etike. Për të lujt fijet midis Venezuelës, Kolumbisë... Nuk e di aqe fuqishme, kur Maduro vet na u shqetësua për ndjekimin e marrjes shqiptare në Ekuador, ta kanë te kalu ëndër. Kur thash dy katunare atje, me 3.5 deri 6 miliard dollar apo euro trafik, po si e mund i bin 1.2 ton burge dhe thot shnosh vet. Po ku pas kanë kap maja ta më? Të me para të mërshme për Amerikën, jo më për Shqipërinë. Këta blenë këdo, Ta blenë këdo. Kë ka lënë pa blerë të vënd të u? Mu edhe ty. Në të kacaqen tonë të u. Kë ka lënë pa blerë? Mu edhe ty. Po qarë si e ka mërti? Po ka rëndësi. Pëse ne nuk vlemë as i grosh për ata. Vlemë. Po fare, ne nuk vlemë. S'kena pranu, është tjetër gjë. Po tjetër pumët. Kë ka lënë pa blerë ta? Kështu që u mendoj që ta kanë mush kopër. Pas për mafiozët. Shiko, se interesi i unë nuk mendoj që familjes time prevalon e folura ime dhe jote ka vlerë se njerëzit i din informacionet. Ka ca që nuk i din, ato i sqarojmë informacionin tonë. Po ka vlerë e mat me brenda unazës. Po ka vlerë se ti si që diti realitetin, për shumë, në ndjekin nga Gjermania, në ndjekin nga Kanadaja, në këtë kontekst, se nuk qofi vetëm të studio ime. Më shumë kuraja për tonë për tedhe. Po pra. Në një vënd, këtë po them, ku nuk ka kuraja për tonë për tedhe, a i vënd është më keq se mafios. Pra i vënd nuk është më i qeverisur, është i sunduar. Dhe ka, pse them ka përbashkëta, zotëria Maduro ka ndryshuar disa e ligjit, si të levertisë ati të qëndonë në pushtet. Do ndryshoj ligjit zotëria këtu. Do ndryshoj kodin e procedurës. Nuk do ketë më pezullime, paraburgime, po kush je ti? Po ti s'do ikësh nga pushteti? Do ndryshojmë ne, nesër, aq të kemi mundësi të ndikojmë. E do të bëjmë tasërën. Atë që ke bërë, do të bëjmë maksimumi. Bile kam frikë se do ketë një revansh të egër, që do të kontrolluar. Në emër të ati të bëjë zërëtris, mos kalojmë bëjmë. Prandaj, edhe këtë është shumë e shqetësim që mund ndodhi. Por ti kujto se do përjetosh ti e di që mua më ka lindur babaj në Ersek, babaj ti është nga Bënja Përmeti, e me ti nga Erseka. E atë fshatin e babajt i më bëjmë përmetit ka nërë zullapët. Të gjitha do t'i konfiskohen tyre. Unë për këtë jetoj. As e ka menderosur çdo lloj karriere, domethënë, të ndikoj sa të mundem në çdo lloj forme që të ketë drejtësi. E kam bëri pak me veten. As një lloj pretendimi. Vetëm të ketë drejtësi. Pra qënën time si human, ju nuk na respektuan kur. Na thonë ata jashtë, bravo të qoftë ty, faleminderit pa të një punë për vendin tonë. Këta surat zinë e Shqipërisë nuk flasin këta. Ta shpirt nxirët. Tonë ore ke bërë diçka të tillë, detyrohemi edhe kaq, edhe këtë. Kot po them. Format e meritës, mos i shoh unë hajrin vetes time, punës time, të kaloj 1.200.000 faqe, e të kalojnë kështu se na goditi ky për shkak. E ato do më paguajnë. Dhe unë nxjerr nga Kapzheri hakun tim, se nuk vdesën pa marrë hakun tim. Edhe shqiptarëve si puna ime. Po, për të thash. Ashtu. Interesi familjar ose miqënia nuk e kanë fjalën në aspektin monetar. Të vujnë fëmijët e mi se Rama është mashtrues edhe herë. Rama është krye mashtrues. Ka një 500 metra që vi nga mbrapa bëj dërmasti, duken hiç zero me xhuf. Të po them pra. Tim ke dërguar këtë ministër, ke thënë, do bësh të punë këtë. Mashtrues publik. Moria ti si kukumja çka ti më çivesh mbrapa telefonit. I pa burr. Kupton? Edhe ti e mund i fundit bishi kavallit se do ky, të pret ky karrierën.
E ti thot këtë gjithë ministrat të linjës mbajnë e ty ku e keni, mos i repni hakun. Ku të bëjnë të diskriminim këtë? Ja shumëzoj me zero gjithë gangsterët që ka. Gjithë pisanjosët që ka atje. Dhe të padrësia e çdo personi shohet padrësinë time. Se do ky. Si e çmenti, kërën dashuri me vetën ti, do të marrësh edhe mirë të blesh sot me të ardhmen, po të blesh edhe emrin e Skënderbeut, e të Ismail Qemalit, e të Konicës. Jam xhës i Konicës. Edhe i Fanoli. I Satanit. Jo i Konicës. Kështu që unë nuk mendoj që ana e morën jetën për ti. E qove deri në fund, psikopatin tënde, dëshillikun tënd, e qove deri në fund, me shumë persona, po sidomos me popullin tënd. E qove deri në fund, se po së poqen dhe kushet nga brenda vet, ore ta çon Zoti dhe me vujt, me tonë që bozës i padrejt i asaj për të fluar padrejtësinë që ke ti, po ata të ngjashim me ty. Dhe kanë thonë edhe, Boshi si ati bërë plotit. Po s'mu ta kisha unë këtë protest, po mos mishë mbushur kupa dhe mua. Unë, njerëz e mi, familja ime, fëmijët e mi gjithë, të bën ky luftë klasësh. Po këto maskaralli kush e falte? Kjo se ka të tjerë që vrasin vetën nga kjo, ja, mund të marrë aty pasaj vetën. Do i dorëzojmë ti unë. Ja shumëzoj me zero gjithë ministrën nga i pari ke fundit. Gangsterët, policët, qa ka ky? Gjithë me zero. Dhe kam rafsh. Mene. Edhe këshu është punë e këti. Ky marë dënimin si që ka meritu nga Zoti e nga gjithë. Ky dhe gjithë to si punë e këti. Si që ka meritu. Se para siloj arsye, se të bërë t'i shka dhe dënosh, të marrin jetën, para siloj arsye, ky ka marrë jetën njerëzve. Ky është ta me njerëzit. Të pi ky me Tiranin e vetë, 33.000 euro shishe. Të pi ky, me Tiranin e vetë, 33.000 euro shishe. Shpreje, po... Përdore. Përdore më lëshohet. Po t'i pysë është thënë nga do bytha. Ashtu. Dakord. Po t'i pysë është ata. Shiko, 3 ishte dhe ai nga Pallati Miraflores. Po tjetër. Edhe po kërcente. Unë jam i sigurt. Jo, jam i sigurt, shiko. E sfidonte me kërcim. Kam pas durim, jo në nështrim, kur në nështrim, si person. Edhe kur të menoj njëri që jam i nështruar atëherë pastaj dal tjetër identitet. Jashtë vetes tjetër. Kam pas durim vetëm se i kam hyrë rrugës besimit, ka shumë kohë kjo punë. Po e di. Po çdo natë ka funin e saj. Ti marri 83 mandatet dhe 83 kopilat e diellës, se e ka shtatzan diellën tani, e t'ju pi lëngun. S'pa pranojmë besoj pazarin as këtij, as Vučićit. Edhe të bëjmë pazar edhe të futen në për politika jo zyrtare. Bëhemi ne kurban i politikave të ndyra. Do dali dhe kush është Alabari, që s'ka fare Alabara ndej, janë këta vetë, me prestanome, edhe të tjera. Po shtu e kanë, me kompani offshore e kanë bërë këta. Po, do dali. Kështu që këta mendojnë që Shqipëria mbjetoj që t'japi fund këta. Deri tani, për mira vite. Dhe historinë e Shqipërisë shqiptarët mund ta gjejnë duke studiu minimumin historinë e Athinës, Perandorisë Romake, po dhe të Republikës Romake, që i para priu Perandorisë, Perandorisë Bizantine, Perandorisë Otomane, kemi qenë aty. Pjesë e perandorive. I mbjetuan perandorive në gjuhë të ndryshme. Dhe sot flasim shqip. Pra, jemi pushtuar
paktën 100 ca vjet para Erasonit nga romakët. Dhe 2000 ca vjet kemi folur edhe turqisht, edhe greqisht, administrata, edhe latinisht, ku ta diu. Edhe ne mendojnë taja, në base edhe dalje në migracion, ka shpëtuar i pjesë popullsisë, se është emigrim moralo, fizik, ekonomik. Pra njeriu nuk pajtohet me qeverisjen tënde, ta përbuz qeverisjen. Unë kam zgjedhur të ri, domethënë, të mos i ndahem kërkimit drejtës për vetë dhe për tjerët, se e shoh si obligim ndaj Zotit ta luftoj padrejtësinë, pra nga besimi. Se ndryshe kisha bërë dhe unë i padrejtësi dhe veja ka pak. Guxon ti tallesh me mua, ta bëj këtë unë, të japim mësim që të marrin tjerët. Prandaj thash, për gangster nuk i vjen refene. Po ti të shkosh në qeverisje spurdhjak, e të hashet pish me gangsterin verën, e të flasësh si gangster, po prit pas se s'ke lind për atë punë. Ti do ngjesh spurdhjak i pushtir. Edhe do të japim mësimin. Dhe besoj do kemi të arrestuar nga kupole policisë, edhe nga këta. Dhe këta vetë që kanë shtën parat, këta biznesmen të mëdhej, që s'janë, që kanë kapur porte e aeroporte, këta vetë do të lëmë baltë ata. Është mbushur kupa dhe kur mbushet derdhet. Dhe shpresoj që në dignitetin shqiptarit, të jenë shqiptarë të çojnë, e t'i marrin nga zyrat për zhelesh e t'i nxjerrin jashtë. Le dëdëllisin ta. Se s'ka kush na vjen, s'pas kemi ajdu tjetër ne, kush na vjedhi. Se po iku ky, s'ka kush na vjen. Këtë teori idiotet e të poshtër njëkohësisht. S'ka tjetër, vetëm këta na e fusin mirë ne, s'na fut një tjetër ne. Kupton? Kështu që do të ishte më dinjitoze të qeronim ne nga karriget e pushtetit, që kanë uzurpuar. Ta po sundojnë, ta nuk përdetojnë. Ta ligjin e kanë në këmbë të tyre, jo mbi kokën e tyre. Dhe këta nuk e pranojnë dhe kur vepron ligji, bën një marifete si tani. Çfarë lodhem? Ne do të bëjmë diçka për të mirë, pra. Ne jemi një vend i qetë që po bëjmë një intervistë, edhe po krijojmë pak adrenalinë të njerëzit, që t'i kënaqim. Ne bëjmë intervistë se ky vend është në hall të madh. A durohen më këtë? Durohen më pisanjozin kuriz? Pa pushim, po sofroj të herë, që mos ofroj shikur. Kjo është. Po dhe ajo pisliku mund të ketë lezet një par kuptimi, gjella me kripe, kripa me karar. Jo, nuk fryjmë këta. E po du të me që fryjnë netën. Po dhe kjo se do vinë ata, miq tanë, pa tjetër, Europianët janë për të tallur, me veten, jo më me neve, pasaj. Prandaj unë shoh Shqipërinë më seriozisht në një partneritet me Shtetet e Bashkuara. Shkoj dikush, nuk e dashke sovranitetin ton avokat. Se, po ti kur tysh në Europë, do japësh sovranitet. Prandaj Europa nuk ka kushtetut. Se si janë gati francezët të lëshojnë sovranitet. Po nuk bëhet Europë e Bashkuar pa një kushtetut, pa një gjuhë. E thash, po inshallah bëjmë vendi 51 i Amerikës, se u ha problemi Groenlandës, i Panamas, kanali Panamas, që i kanë gërmuar Amerikanët. Kanë vdekur mira punojës Amerikanët, e nisën francezët, po e kanë përfunduar Amerikanët. Dhe shfrytëzojnë kinezët. Po vonë këtu do jetë. Po të paktën kemi sistem drejtësie, ke drejt të apelosh në gjykata federale. Pastaj lehtësira tjera. Sa shqiptarë që të në Amerikë e kuptojnë këtë që po them unë. Investime dhe shqetane, do dion. Po jo këshumë. Jemi sovran për bërë pisliqe? Jeton në bashkësinë ndërkombëtare, do japësh dhe do marrësh. Do marrësh nga sovraniteti i tij, do japësh nga sovraniteti jot. Po paktën funksionon ligji dhe krimi dënohet të paktën kur zbulohet. Jo më që ata tentojnë me zbuluar etj etj. Unë për të arsye shoh jetike për sigurinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këtë marrëdhënie të mira, po dhe të sinqerta,
me Shtetet e Bashkuara. Nuk janë të njëjtë, dy çështje në gjykat, qofshin civile e penale, nuk janë të njëjta kollaj, domethënë, sidomos penale. Se fajësia ka paktën 4 parametra që nuk përputhen totalisht me një veprim të njëjtë me tjetrin. Por mendoj që pra nuk mund të jenë të njëjtë Maduro me Rama. Se s'janë, nuk bëhen dot të njëjtë, janë të ndryshëm në kontekste të ndryshme etj etj. Po në raport me popullin e vet janë të njëjtë. Demokraci falso, fars demokratike. Fars e shpjevur lëtyrë demokratike. E ky është një sundim. Unë kam njohur ministra të friksuar, deputet friksuar, servil ndaj kryeministrit vendit tim. Pra njerëz pa dinjitet të bërë deputet e ministrit. Realisht, që këta i arritën delirancën deri aty sa morën qafë vetëm atë. Më ka thonë një ministër 2015, në fillim 2015, e pyeta çka funksionon sistemi. Ik pse aty. Betojmë Zot për të i bërë. ABC. Pse aty? Bëj sistemi këtu ku je, këtë pjesë sistemi ku je ti. Se po provokove ti do ketë reakcion zinxhir. Ja. Pa xhepat e tij dhe iku. Nuk funksionon sistemi. Kjo ka qenë smundje vjetër, nuk u prish sot. Çdo gjë nuk është produkt i çastit, është produkt i një kaluar historike. Dhe kjo mori erë, që kur more pushteti me Ilir Metën, ti prandaj rrezove Saliun për korrupsion e Metës, pastaj e merr Metën ti. Kjo mori erë. Këta nuk kanë asgjë të sigurt. A thua ti u lodhën këta duke luftuar patërcinë dhe ulshuan, po jo, mund të lodhesh dhe ik. Të bëhesh ti gjakpirës i popullit tënd. S'kan lënë pasuri pa marrë, edhe merr dhe ndan copat e Shqipërisë. Unë mendoj serioze situata. Bile do t'ishe bamirësi, humanizmi i madh nga ana amerikanëve të na ndihmonin. E sikur mos kishin asnjë interes tyre të përdrejtë. Kjo bamirësi. Një njeri kur sheh që një të pafuqishëm e kanë vënë përfund, shkojnë ndihmon, ka një humanizëm. Ndorhyn, bile edhe rrezikon. Ky quhet heroi në jetën e përditshme. Heroizmi është për ata, edhe sikur mos kishin interes të ne. Bamirësi, siç ka tentuar të ndihmojnë ujgurët e tjerë, paktën. Ndihmojnë shqiptarët. Se po i capërlon një klik sunduese këtu. Që unë mendoj nuk ka të dytë në historinë e Shqipërisë si kjo klik. Pra këta e kanë çuar në maksimum. Ta shiguan edhe çuar në maksimum. Shumë mendoj. Mirë, Romi, besoj jemi mjaftueshëm, po shkojmë gati 2 orë. Nëse keni koment tjetër rreth, po besoj se do kemi të. Njerëzit duhet ta kuptojnë që ka ardhur fundi. Tur për atë që bën kompromis në kuriz të qoftë edhe mos jetë shqiptar, po që banon këtu. Qenë njerëzore si ty se unë. Pse ti më shfrytëzosh mua? Paçavure që kanë hyrë në punë për shumë para 2 vjetësh, të ardhur nga rrethet, tu në Tiranë, po themun, kanë bërë shtëpi dhe makinë 2025. Në një pozicion kështu që s'duhet diku atje. Kjo ma shton atë përshirësinë dhe urrejtjen maksimum. Nuk kam, është mbushur kupa, s'po i duhen dot më. Prandaj ata që edhe bollën me këta tjerët që bëjnë se jemi me tragjedinë që ndodh tyre. Po të çojnë me gjenditetin e çojnë. Çfarë do ndodhi? Më tepër se do i marrin jetën siç e kanë marrë. Çfarë do t'i ndodhi? Por si duket ato hallkat e forta që nuk e ka përcen
shqiptari pakuraje mund të ndihmojnë dhe këta partnerët tanë, që për disa gjëra mund të duan Shqipërinë shumë se ne, të paktën edhe për geopolitikë. Dhe besoj do të kemi ndryshime. Nuk do jetë në ky Ballkani ku dy persona bën çorap sipas shefit. Njërin e kthen mes rrugës me avion, tjetrin nuk e qasin fare, edhe shpresoj mos i qasin kurrë më. Po dhe po ashtu, secili lufton me mënyrën e vet. Takimet në USA do vazhdojnë prapë. Se na kanë mbetësuar tash. Okay. Po pse Ramën e kthyn avion në rrugës? Ja, Vučićin po erë. Dhe ky është i zgjodhur, s'ka fare. Çon bedel. Se Vučićin e kthyn në Qani, thonë. 100% e ka sigurt. Po okay. Ai u dozua pak do bëj zgjedhje brenda këtij viti. E kuptoj lojën. Por ai ka pasur të punuar, se ai ka gjakun e tij, ka rusët, slavët një, edhe lidhet dhe nga pjesa e racës, si racë slave, po dhe nga pjesa fesë, si ortodoks. Ai mbas ka qenë imponuar të luajë midis dyja kampeve. Po ky jonë. S'ka sallatë sa të fesë. E kanë pas qef të këngë këta. No face, no name, no number. Për shtatin. Ka të mirë. Për këta është fatkeq që t'jesh i moralsh. Ata. Qa është morali tonë? Jetë është interes. Po jo, nuk është shumë. Se vjen një ditë të përgjigjesh për interesi dhe morali. Se librat e shenjtë ka një mesazh. 40 vjet maksimumi priti popull me sjell, por na bëhet 40 vjet tani. Edhe nuk e gëzoi Mojsiu, po vllai i tij Aroni e gëzoi. Ai hyri në tokën e premtuar. Mojsiu ja. Se nuk ju bindën parimeve. Pra, njëri që s'ka parime. Mund të, edhe kur shep i friksohet vërtetës, edhe pse thonë e sa i leverdis atij. Po pa të vërtetë s'ka drejtësi, kështu që në të kuptim për këtë arsye ne flasim që ta themi. Edhe pse nuk e thon një pjesë e madhe, ta themi. E kemi thënë edhe kurse kanë thënë tjerët, sot janë shtuar të zërat. Po ta themi edhe pa interes. Edhe kur s'na pëlqen, duhet ta themi. Nuk pëlqen. Ka i pjesë që unë i kam ishte një. Kjo është e vërteta? Ta kështë menduar ti ku shkova atje, e bërë atë punë. Ose të heshtin. Njeri u ke vetja, ka dhe drejt dhe ligjore dhe kështu, ka pëse ka të bëjt një shka me vetën, nuk fletë. Po e të gënjej. Po e justifikime. Hesht. Askush nuk të i këshilloj gjitha që kanë probleme me policinë apo penale kur i kapin. Mos flisni. Keni drejtën ligjore, mos flisni fare. Nuk takon ty të provosh pa fajsin tënde. Takon atyre të provojnë fajsin. Ata provojnë aty, ata faktin penal dhe provat që e lidhi me ty. Së takon ty. Është i këshill, po ta bëjnë dhe jashtë. Se ndodhin që shqiptarët gjendën i vend të huaj, gjendën kjetë fillojnë justifikohen. Se nuk përfshin për të përfshin për diçka tjetër. Se s'ka lidhje me atë, po thotë ai konstatoi këtë, të interpreton keq. Se është dhe një gjutë huaj, ti me shqipen tënde. Apo që është. Kam drejt mos flas, po flas. Po paktën herë në publik. Mos e elmo më, mos e rëndo më situatën. Shuanëve. Faleminderit për ftesën. Nësi, besoj se do shihemi prapë shpejt, sepse do kemi zhvillim. Për shkak të zhvillimeve, besoj se edhe me miq tan ishim të qartë përpos atij të efektit që nuk varet nga ne. Si u thash, do mblidhemi prapë tu për të mirë ndoshta kësaj here se i kemi mirë për të këqija, ato nuk vinë si pago e vitit të ri. Unë mendoj që njerëzit kanë marrë mesazhin. Një pjesë e njerëzve të dërgjegjshëm nuk suporton më këtë lloj qeverisje ose edhe këtë lloj politike. Një pjesë tjetër ka thënë boll se u mbush kupa, si puna ime, dikujt i mbushet kupa, dikujt si mbushet fare, por kemi ca ndryshime. Nuk mund ta mbajnë dot të shiko, kur e vërteta thuhet, ajo vepron. Edhe
fjala kur është e thënë tamam në rrugë Zotit, gjithmonë materializohet, e gjen atë. Prandaj thuhet vërtetë që dhe murit, se do ta bëj veprimin e vet. Jo më kur e thua publikisht. Ajo vepron edhe unë kam besim plot domethënë. Të paktën nga kjo jetë shpresoj ta mbyll jetën si besimtar. Se s'po i du Zotit gjë tjetër. Inshallah dhe unë ta uroj. Të dashur miq, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit Romi që ishe në këtë intervistë parë ti 2026 për antenën. Ju lutem na bëni subscribe, like, apo dhe komente, ke pas disa komente pozitive nga Ori Ornela, Ladi Kapanaj që thonë shumë pozitive në raport me profilin tuaj. Ju përshëndes të gjithëve dhe shihemi së shpejt qoftë me kolegët e mi, qoftë me të ftuar tjerë, po ndërto do jetë sërish edhe Romi për shkak të rëndësisë gjeopolitike që ka, jo vetëm në emisionin ton, po në të gjitha fushat ku lëviz. Kështu që faleminderit Romi, faleminderit dashur miq.